Një nga retorikat dominuese është lidhja e pabarazive të thella ekonomike që ekzistojnë me korrupsionin dhe me krimin organizuar. Nga një anë është e vërtet, shumë njerëz janë pasuruar përmes korrupsionit apo afërsisë me pushtetin, por nga ana tjetër duket sikur është një argument që shërben dhe si një lloj valvule shkarkimi moral. Dhe pyetja ime është, a mendoni që ky fiksimi jon me korrupsionin rrezikon në një mënyrë që ta depolitizoj pabarazin? Po, por edhe kjo them që lidhet me hegemoninë e diskursit neoliberal për cilin po flisim pak më parë. Pra, me leximin e çdo padrejtësie strukturore që ka të bëjë me mënyrën se si është ngritur sistemi ekonomik dhe politik dhe me marrëdhëniet midis shtetit nga njëra anë dhe tregut nga ana tjetër, që e redukton edhe këtë marrëdhënie në marrëdhënien mes individëve dhe që sheh përvetësimin gjithmonë, do të thonë, në këto instancat e korrupsionit i sheh si instanca të mungesës së moralitetit nga një politikan i caktuar apo nga një politikan tjetër. Unë nuk dua ta reduktoj këtë, sepse them që përgjegjësia individuale është gjithmonë shumë e rëndësishme dhe të gjithë aktorët politik kanë aftësinë të vënë kufi, të ndërtojnë struktura më të pastra. Është e rëndësishme që të jenë këto mekanizma që kërkojnë transparencë dhe që mundohen të ndërtojnë një sistem transparence. Por nga ana tjetër, në një shoqëri ku shteti varet nga ekonomia, varet nga tregu, varet nga kapitali, duhet edhe të jemi realist për faktin që tendenca e kapitalit është që të blej shtetin. Dhe kjo ndodh kudo, nuk ndodh vetëm në Shqipëri, sigurisht ndodh në forma më të theksuara, në vende më të varfra, ku ka kriza më të mëdha, ku ka edhe institucione demokratike, ndarje pushtetesh akoma në fëmijërinë e tyre dhe që nuk arrin që t'i bëjnë ballë këtij presionit të kapitalit. Por që ky presion i kapitalit mbi shtetin ekziston në të gjithë shtetet dhe tash në shtetet e dobta, në shtetet e vogla, si Shqipëria është akoma më i madh, arrin të blejë akoma më shumë të shoqërisë. Krijohet një lloj rrethi midis medias, politikës edhe tregjeve që e bën çdo politikan të korruptueshëm. Tani sigurisht që ka përjashtime, por që të kërkosh që gjithë klasa politike të jetë pa korruptueshme në një vend si Shqipëria ose si Kroacia para pak vitesh, si ne kemi parë këtë dinamikë në të shumë vende të Europës. Edhe sidomos në prag të integrimit evropian ku është bërë një përpjekje për të krijuar institucione me transparencë dhe ku janë parë limitet e shtetit në marrëdhëniet me tregun dhe t'i kërkosh përgjegjësinë vetëm politikanëve pa i kërkuar as përgjegjësi ngritjes së marrëdhënieve midis shtetit dhe tregut të ndryshme që ta bëjnë sa më të pa korruptueshme politikën, për mendimin tim kjo është një naivitet dhe unë shpesh e krahasoj me ato që kur diskutoheshin për shembull blerja e prostitucionit flasin vetëm për prostitutën dhe nuk flasin për klientin. Pra, kush e ble këtë shërbim dhe kush e ofron. Dhe është një mënyrë për të mos kërkuar rrënjët e një problemi, por për të ndarë gjithmonë tek manifestimi i atij problemi sa herë që përsëritet.